părule, vide câtă temje sotiriti. Je plodosnički bukur, plodosnički den, plodosnički reguluješ. Când tu atinde, si mi zovi te sfuggia io. Părule mi beată adoror, să-i mami mă nici mai eu. Se baixo do cantor, Se baixo do cantor, e cheio de saúde, cheio de sorriso, e próximo de mim. Na minha vivo de boca, cheio de sorriso, e próximo de mim. Na minha vivo de boca, na minha vivo de boca. Se sorte nas cantigas, părule mi beată adoror, să-i mami mă nici mai eu. Se baixo do cantor, filé de cantor, e cheio de saúde, e cheio de sorriso, e pronto diz-me, na vida vivo de boca, cheio de sorriso, e pronto diz-me, na vida vivo de boca, na vida vivo de boca, Baixo cantor, é de cantor e céu, preta cantor, e cheio de saúde, cheio de sorriso, e pronto diz-me, na vida vivo de boca, cheio de sorriso, e pronto diz-me, na vida vivo de boca, na vida vivo de boca. e cheio, e cheio, e cheio. Zotë, dime të mëngjes, e të thrasim të gjithë kisha jote i shenë, Perëndi, ti e i shenë, ti ai që ngrije sovran mbi gjithçka, i vetmi person që mbetëron në gjithë gjithësinë, krijuesi i shenë, i pastër, i larguar nga çdo padrejtësi. I shenë, i shenë. E ti thrasim i shenë, i shenë. Continua
Bekuar qoftë emri i Zotit ton, bekuar qoftë ai. Bekuar qoftë emri i Zotit ton, bekuar i madhërisht mbi emër. Bekuar qoftë emri i Zotit ton, bekuar qoftë ai. Bekuar qoftë emri i Zotit ton, bekuar i madhërisht mbi Predikuesi kishte lajmëruar kishën se atë ditë do të fliste për dashurinë e Perëndisë. Shërbesa ishte në darkë. Ndërkohë që filloi të binte muzgu, njerëzit filluan të grumbulloheshin. Nga dritaret e katedrales nuk hynte me asnjë fije drita. Kishte vetëm një qiri të ndezur në mes të errësirës, aty mbi altar. Predikuesi shkoi drejt altarit, mori qiririn dhe u afrua te kryqi që ishte aty pranë. Në fillim e afroi dhe ndriçoi kurorën me gjemba dhe vetullën e shpuar të statuisë së Krishtit. Pastaj ndriçoi dy kyçet e goshtduara të duarve në kryq. Më pas zbriti me dritën e qiririt e plaga e ushtës në brinjë. Dhe së fundi ndriçoi plagët e këmbëve. Në atë heshtje të madhe, ku nuk pëtinte asnjë gjë dhe asnjë zë, ai friu dhe e shojti qiririn. Dhe u largua pa thënë asnjë fjalë. Nuk kishte ç'të thoshte më për dashurinë e Perëndisë, nga ç'mund të flisnin plagët e Jezu Krishtit. Herën e fundit që dola këtu për të folur, nëse ju kujtohet, u morëm për Ciftazi me 3 kapitujt e parë drejtuar të letrës drejtuar Romakëve. Dhe pamë se Ungjilli i Krishtit ka edhe pjesë që shpesh lihen si minjane
atë që mund të thuhet se quhet lajmi i keq brenda lajmit të mirë të Ungjillit të Jezu Krishtit. Atë që ka të bëjë me problemin e njerëzimit, me mëkatin dhe me faktin që mëkati duhet të ndëshkohet në mënyrë që drejtësia të vihet në vend. Rëndon ndodh që kur ndajmë Ungjillin të kemi atë tendencën për ta zbutur, apo qoftë edhe për të mos e përmendur fare këtë fakt. Dhe të hidhemi me njërë në atë që është e bukur, e pëlqyeshme dhe pozitive. Pjesën e mirë të lajmit të mirë. Pra që Perëndia na do, që ai tregon hir dhe falje ndaj nesh, dhe që është gati të na mbulojë me bekime. Kur lexojmë rastet kur flitet për Ungjillin e Jezu Krishtit në Bibël, në të gjitha letrat, i shikojmë të dyja këto anë. Por ne po merremi me letrën e Romakëve dhe unë dua që vetëm në një varg që bën pjesën në atë kapitull që do të fillojmë të shqyrtojmë sot, të shikojmë se si Pali në një fjali të vetme i përmbledh të dyja këto anë të Ungjillit të Jezu Krishtit. Tek Romakëve kapitulli 5 vargu 8, ai thot: kur ishim ende mëkatarë, Krishti vdiq për ne. Me këtë Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Merr edhe mëkatin, lajmin e keq të lajmit të mirë, si thuash, dhe pastaj, pasi ka folur se si është ndëshkuar dhe dënuar kjo trupin e Krishtit, atje në kryq ndërsa i derdhi gjakun dhe dha jetën, duke marrë ndëshkimin që ne meritonim, ai flet pastaj për dashurinë e Perëndisë. Kur ishim ende mëkatarë, Krishti vdiq për ne. Me këtë Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Edhe herën e fundit, nëse e mbani mend, thash që drejtësia dhe dashuria e Perëndisë shkojnë në dorë për dorë. Ato nuk kundërshtojnë njëra tjetrën, por në fakt intensifikojnë reciprokisht kuptimin tonë dhe kuptimin tonë rreth tyre. Kështu, nëse besojmë se Perëndia është i drejtë, duhet besojmë gjithashtu edhe hirin e tij. Nëse nuk besojmë se Perëndia është i drejtë, ti nuk mund të kuptosh kurrë hirin e tij. Dhe nëse nuk besojmë se ai është i dashur dhe besnik, nuk mund ta kuptojmë kurrë gjykimin dhe gjithë fuqinë e tij. Edhe kujtoni atë shembullin e atyre markerave që përdoren për të nënvizuar, dhe thamë, dy markera me ngjyra të ndryshme, këtej dashuria, këtej drejtësia. Përdor dashurinë për të theksuar drejtësinë dhe përdor drejtësinë e tij për të theksuar dashurinë. Të dyja këto na tregojnë karakterin e Perëndisë. Të dyja këto theksojnë gjithnjë më tepër se çfarë Perëndie është ai të cilit ne i besojmë. Thamë që radhën e parë morëm shkurtimisht me 3 kapitujt e parë të Romakëve dhe pastaj në kapitullin 4 të Romakëve shikojmë që Pali merret në një farë mënyrë me një ritregim të shpejtë të historisë të Abrahamit. Edhe atje ka një fakt që theksohet disa herë brenda atij kapitulli. Tek Romakëve 4 vargu 3 ai thotë: Abrahami i besoi Perëndisë dhe për shkak të besimit Perëndia e bëri atë të drejtë. Më poshtë, tek Romakët 4:9, na thuhet se për shkak të besimit, Perëndia e bëri të drejtë Abrahamin. Dhe më poshtë, në vargjet 21 dhe 22 të kapitullit 4, Pali vazhdon: ai ishte plotësisht i bindur se Perëndia, Abrahami ishte plotësisht i bindur se Perëndia ishte në gjendje të bënte gjithçka kishte premtuar. Prandaj, edhe për shkak të besimit, Perëndia e bëri atë të drejtë. Edhe më pas, Pali vazhdon duke e aplikuar këtë ndaj kujdo të cilit fryma e shenjtë ka hapur sytë e mendjes dhe të zemrës për të besuar Ungjillin që është fuqia e Perëndisë për shpëtim. Në vargjet 23 dhe 24 e deri në fund të kapitullit vargu 25, Pali thotë:
Fjalët u bë i drejtë nuk u shkruan vetëm për të, domethënë për Abrahamin, por edhe për ne. Të drejtët do të na bëjë edhe ne që i besojmë atij që e ngjalli Zotin tonë Jezu prej të vdekurve. Ai ju dorëzua vdekjes për shkak të pavëdhësive tona dhe u ngjall që ne të bëhemi të drejtë. Shikoj përsëri vargun 25. Ai ju dorëzua vdekjes për pavëdhësitë tona. Pjesa e keqe e lajmit të mirë, si thuash. Dhe pastaj, paralel me të, dorë për dorë me të, dhe u ngjall që ne të bëhemi të drejtë, që të marrim falje. Në momentin që njeriu beson, në momentin që ve besimin në Krishtin Zot, ai që dikur gjykoi si mëkatar dhe borxhlim ndaj Perëndisë, tashmë ndryshon statusin. Atij i jepet një status i ri, për shkak të vdekjes dhe të ringjalljes së Krishtit. Tashmë ai është i falur dhe i është shlyer borxhi që i ka pasur Perëndisë. Dhe shkojmë që deri këtu pali është të marrë më tepër me drejtësinë e Perëndisë dhe duket sikur ka folur më shumë për gjykim e dënim, terma këto që të kujtojnë në gjykatësin dhe sallën e gjyqit. E pam pak a shumë dhe në pjesën e Artë dhe Besimit, në atë letrën e Atit. Pjesa e parë ishte gjykatësi, që jepte vendimin. Dhe pjesa e dytë ishte aspekti tjetër. E mira e lajmit të mirë. Një Perëndi që kërkon të ketë një marrëdhënie me ty. Dhe në kapitullin 5, Pali fillon të merret me një aspekt tjetër të karakterit të Perëndisë. Do me thënë, në 4 kapitujt e parë është marrë si thuash me drejtsinë e Perëndisë. Duke filluar me kapitullin 5, ai merret me aspektin tjetër të karakterit të Perëndisë, me dashurinë e tij. Dhe ndërsa në kapitujt 1 deri në 4 duket sikur merret me statusin tonë juridik, ai tani fillon të merret me statusin tonë marrëdhënor. Marrëdhënien tonë personale me Perëndin. Kështu, tek Romakët kapitulli 5, ai fillon kapitullin duke thënë: Përderisa jemi të bërë të drejtë prej besimit, kemi paqe me Perëndin përmes Zotit tonë, Jezu Krisht. Numërimi ynë apo llogaritja jonë apo konsiderimi ynë si të drejtë nuk është diçka që është thjesht një garanci për përjetësinë. Dikur, kur të jemi në përjetësi. Edhe pse kjo është një diçka shumë e mrekullueshme, por mbaj mend që kjo është gjithashtu edhe burimi i një bekimi të madh që mund të shijohet në të tashmen. Edhe në fakt Pali na i thotë cili është ky bekim që mund të shijohet që në të tashmen. Ky bekim është paqja me Perëndin. Pajtimi me Perëndin, apo më mirë të dyja fjalët në një, paqëtimi, siç thuhej dikur në gjuhën e vjetër, me Perëndin. Ndërsa dikur dënim do të thoshte që Perëndia na shpallte mëkatarë, që në një farë mënyre ishte një shpallje lufte, ishim në armiqësi me Perëndin, shfaqësimi tani të bërë të drejtë, të shpallurit të drejtë, apo të konsideruarit të drejtë, do të thotë që Perëndia na konsideron si të tillë, diçka kjo që përbën në vetvete një shpallje të paqes. Paqe kjo, apo paqëtim që bëhet e mundshme nëpërmjet vdekjes së Krishtit në kryq. Çmimi për paqen dhe paqëtimin është paguar shtrenjtë me gjakun dhe jetën e vyer të birit të Perëndisë. Lufta ka mbaruar, armët e rebelimit janë ulur, kushtet e Perëndisë janë përmbushur. Në Krishtin ne kemi shpajsimin, amnistinë e madhe dhe për pasojë paqe dhe paqëtim me Perëndin. Por ambaron me kaq. Jo as pak.
Shihni se çfarë na thotë më tej Pali. Në vargun 2 të Romakëve 5, ai thotë: Përmes tij kemi hyrë me besim në hirin e Perëndisë, hir në të cilin qëndrojmë dhe krenohemi me shpresën se do të marrim pjesë në lavdinë e Perëndisë. Tek njerëzit është e përderisa jemi bërë të drejtë prej besimit, kemi paqe me Perëndinë përmes Zotit tonë Jezu Krisht. Përmes Zotit tonë Jezu Krisht kemi paqëtimin me Perëndinë, në momentin që konsiderohemi prej tij si të drejtë. Ka ndryshuar statusi i atij që ka dhënë besimin në Jezu Krishtin. Dhe pastaj ai thotë përsëri, përmes tij, përmes Krishtit, kemi hyrë me besim në hirin e Perëndisë, hir në të cilin qëndrojmë dhe krenohemi me shpresën se do të marrim pjesë në lavdinë e Perëndisë. Duket që në kapitullin 5 Pali na numëron disa gjëra me të cilat mund të krenohemi. Në 4 kapitujt e parë thotë s'ka asgjë me çfarë të krenohemi, për sa kohë që nuk jeni në Krishtin. Tashmë na thotë që mund të krenohemi. Është lumturi e madhe të dimë se lufta ka mbaruar dhe se Perëndia nuk na sheh më me zemërim si kundërshtarë. Por përposë të saj, akoma më i mrekullueshëm është fakti se tani kemi të drejtën t'i afrohemi Perëndisë. Dikur në armiqësi me Perëndinë nuk guxonim t'i afroheshim shenjtërisë së tij për shkak të mëkatit tonë, tani na jepet e drejta t'i afrohemi Perëndisë dhe madje jo vetëm t'i afrohemi, por të qëndrojmë në praninë e tij. Unë dua nga armik, shkruan te Ati në letër, që ti të bëhesh biri im, ti jesh gjithmonë në praninë time, në dashurinë time. Pali duket se flet tani me gjuhën e tempullit. Kini parasysh tempullin judaik. Dikur judeu nuk mund të futej në praninë e Perëndisë sepse e pengonte veli i rëndë i shenjtërores së shenjtëroreve. Aq më pak që judeu zguxonte të futej në tempull, sepse ishin muret e tempullit që i theshin stop, ti je jashtë, nuk mund të futesh brenda. Dhe tempulli apo shenjtëroria e shenjtëroreve ishte pikërisht ajo që simbolizonte vendin ku qëndronte Perëndia, ku ishte prania e Perëndisë. Por kur lexojmë Biblën, në arrim të kuptojmë se me vdekjen e Jezu Krishtit u gris kjo perde dhe urzua ky mur ndarës. Tek Luka kapitulli 23, kur Jezu i dha frymën e vet atje në kryq, na thuhet dielli u zu dhe veli i tempullit u gris më dysh. Kurse tek letra Efesianëve Pali na shkruan në kapitullin 2 vargu 14, Krishti në fakt është paqja jonë apo paqëtimi ynë, ai që ka bërë nga të dy popujt një, nga ebrejtë dhe jo ebrejtë, judenjtë dhe jo judenjtë. Ata që quheshin populli i zgjedhur i Perëndisë dhe ata që quheshin barbarët apo paganët. Nuk ka më ndarje, nuk është më ky mur ndarës që nuk i lejon të bashkohen së bashku, nuk është më ky vel ndarës që nuk i lejon më të pajtohen me Perëndisë dhe të futen në praninë e Perëndisë. Dhe ndërsa qëndrojmë në praninë e Perëndisë, tashmë jo me gjunjët që na dridhen, por me zemrën plot falënderim dhe mirënjohje, ndërsa përvojojmë mirësinë e tij, urtësinë e tij, fuqinë e tij dhe gëzimin e tij, e ndjejmë se ai na fton të shkojmë deri në fund, të bëhemi të ngjashëm me të, të reflektojmë imazhin e vërtetë të tij, ashtu sikurse u krijojmë qysh në fillim. Perëndia na krijoi në imazhin e tij. Ne duhet të reflektonim imazhin e tij. Ishte mëkati që nuk na lejoi të reflektojmë imazhin e tij. Tashmë mëkati nuk ka më fuqi në jetën e atij që i takon Krishtit. Dhe Perëndia na fton që të përsosemi në imazhin e tij, në mënyrë që të reflektojmë
pikërisht këtë gjë. Imazhin e vërtet të tij. Dhe Pali e shpreh këtë me fjalët krenohemi me shpresën se do të marrim pjesë në lavdinë e Perëndisë. Krenohemi me shpresën se do të marrim pjesë në lavdinë e Perëndisë. Atë lavdi të Perëndisë që ne e humbëm nëpërmjet idhujtarisë dhe mëkatit. Atë imazh të Perëndisë që humbëm. Keni parasysh atë që Pali thoshte në kapitullin 3 vargu 23. Të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e kanë në lavdinë e Perëndisë. Për shkak të mëkatit humbën lavdinë për të cilën u krijuan. Humbën dhe nuk reflektojnë, nuk kanë aftësinë të reflektojnë këtë imazh të Perëndisë. Më në fund, kur të trashëgojmë këtë lavdi, i gjithë krijimi do të çlirohet prej prishjes dhe do të bashkëndajmë me ne lirinë e rigjetur të qenit më së fundi, njerëz të plotë, njerëz të vërtetë që e mbajnë të plotë imazhin e Perëndisë, që ju është rikthyer lavdia që humbën dikur. Tek Romakët 8, Pali thotë, gjithçka e krijuar do të çlirohet nga robëria e kalbjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. Shikojmë pra që Perëndia ynë në kujdeset për të kaluarën tonë, duke mos na i kujtuar më mëkatin. Ai kujdeset për të tashmen tonë. Tashmë ne mund të hyjmë në prandinë e tij sa herë që kemi nevojë për të. Ai kujdeset gjithashtu edhe me të ardhmen tonë. Një ditë ne do të bashkëndajmë lavdinë e tij. Dhe nuk është as pak çudi që Pali vazhdon pastaj më tej tek Romakët, kapitulli 5, vargjet 3 dhe 4. Dhe jo vetëm kaq, bani mente, ju thotë gjëra për të cilat duhet të krenohen. Por ne krenohemi edhe kur kalojmë vuajtje, sepse e dim se vuajtja sjell durimin, durimi sjell qëndresën në sprova dhe sprovat sjellin shpresën. E çuditshme, ëh? Tu është krenohu në vuajtjet, krenohu në problemet, lëvdohu, dhe me thënë. Nuk e disa prej nesh kanë këtë tendencë, kur kanë mundime, probleme, turbullira në jetë, të krenohen, apo të ankohen, apo të mërmërisin, apo të inatosen, apo të tregojnë grushtin Perëndisë. Sa prej nesh përlëvdojnë Perëndinë në momentet e vështira. E çuditshme kjo që thotë Pali. Pali na thotë se është e mundur të krenohemi edhe kur kalojmë vuajtje, pasi Perëndia i përdor vuajtjet dhe sprovat për të njëjtin qëllim që përdor edhe bekimet, si të qenë të paqe, të qenë të praninë e tij, të përjetuarit e dashurisë së tij. Qëllimi i tij përsëri edhe në prova, edhe në turbullira, edhe në mundime, edhe në vështirësi është ky, ashtu si me bekimet e tij, që të na transformojnë në qenjet e vërteta njerëzore që na krijoi të ishim. Të na transformojë në qenjet e vërteta njerëzore që na krijoi të ishim qysh në fillim. Vini re që këtu kemi një rritje dhe progres. Ne krenohemi edhe kur kalojmë vuajtje, sepse e dimë se vuajtja sjell durimin, durimi sjell qëndresën në sprova dhe sprovat sjellin shpresën. Kjo rritje është ajo që Pali e shpreh edhe në këtë mënyrë tek Efesianët kapitulli 4 vargu 13. Ai thotë, kështu do të bëhemi njerëz të përsosur sipas masës së përsosmërisë së Krishtit. Perëndia i përdor vuajtjet e sprovat për të na bërë më të fortë. Ashtu si ekuri kalitet në të nxehtë e në të ftohtë. Ashtu si poçja piqet e forcohet në furrë. Ashtu si qymyri nën presionin dhe trysninë e madhe shndërrohet në diamant. Ashtu sikurse ari del edhe me i kulluar nga shkrirja, derisa arpunuesi i qiellit të shohë
të reflektohet qartë dhe pastër imazhi i tij në të. Romakëve kapitulli 5, vargu 5 vazhdon. Shpresa nuk na turpron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona përmes shpirtit të shenjtë që na u dha. Jean-Paul Sartre, shkrimtar dhe filozof francez, filozof edhe shkrimtar ekzistencialist o marksist, deklaronte se ai i kundërshtonte me të madhe ndjenjat e dëshpërimit. E di që do të vdes, por do të vdes në shpresë, thoshte ai. Por nuk kalonte shumë dhe në trishtim të thellë shtonte. Por shpresa ka nevojë për një themel të fortë. I mirë ai. Nuk është kështu me shpresën e të krishterëve, sepse ata e dinë që kjo shpresë nuk zhgënjen dhe nuk turpëron, se i ka rrenjët shumë të thella. Ajo qëndron e patundur për shkak të diçkaje që rritet dhe merr jetë nga paqja dhe paqëtimi me Perëndinë. Nga dashuria e Perëndisë që është derdhur në zemrat tona përmes shpirtit të shenjtë që na është dhënë. Këtu bazohet shpresa e të krishterit. Shpresa e të krishterit është një realitet i vërtet. Një realitet në të ardhmen, por që bazohet në dashurinë e përjetshme të Perëndisë. Shkrimtari i madh i krishterë, Lewis ka thënë: njerëzit nuk u krijuan për lumturi, por për marrëdhënie dashurie me Perëndinë dhe me njëri tjetrin. Keni parasysh kur e pyet Jezu Krishtin cili është urdhërimi më i madh? Duaje Perëndinë dhe duaje tjetrin. Dy marrëdhëniet kryesore në jetën tënde. Si vetvete, edhe marrëdhënia me vetvete, nëse mund ta thuash. Por urdhërimi përmbledhej në këto të dyja. Duaj Perëndinë dhe duaj edhe tjetrin si vetvete. Ndërsa shohim çfarë Perëndia ka bërë, nuk mund të mos ja kthejmë me dashuri zemre dhe nuk mund të mos transformohemi nga kjo dashuri që shpirti i tij e ushqen dhe forcon sa më tepër që ushtrohet duke sakrifikuar për lavdinë e Perëndisë dhe për të mirën e të tjerëve. A nuk ishte e tillë edhe dashuria e Krishtit? Dashuri e qëllimshme, dashuri flijuese, sakrifikuese, dashuri për të tjerët. Një gazetar amerikan tregon për një nga udhëtimet e tij në Afrikën Lindore, udhëtim në të cilin ai mësoi një mësim shumë të vlefshëm. Ndodhej në Mogadishu, në kryeqytetin e Somalisë, në kohën e zisë të madhe të Bukës, sepse do të raportonte për këtë zi buke që kishte pllakosur atë vend. Situata ishte kaq e rëndë sa ndërsa ecte rrugëve shihte kufoma të shumta njerëzish. Ndërsa po i afrohej një fshati, ai u ndesh me një djalë të vogël që dukej se ishte i keq ushqyer. Barku i ishte fryrë së tepër. Flokët kishin filluar t'i merrnin ngjyrë të koqëremt dhe lëkura e tij ishte rrudhur aq shumë sikurse të ishte 100 vjeç. Të gjitha këto shenja të dukshme të pangrënit. Me gazetarin ishte edhe një fotoreporter. Dhe fotoreporteri që shoqëronte këtë gazetar kishte një qitro me vete. Dhe e mori dhe ja i dha djalit. Por djali ishte aq i dobët sa nuk kishte fuqi ta mbante tërë qitron. Kështu që atyre ju desh ta ndanin frutin me dysh dhe t'i jepin gjysmën që të mund ta mbante dot në duar. Ai e mori gjysmën e qitros, ngriti sytë dhe i pasi për t'u thënë faleminderit. Pastaj filloi të çapitej me zor drejt fshatit.
Në të hyrë të fshatit, ndodhe një djalë tjetër i vogël i shtrirë për tokë, që dukej tashmë i vdekur. Sytë i kishte të veshur dhe pa jetë. Ky ishte vllai i vogël. Vllai i madh ul në gjunjë pranë vllait të vogël, kafshoi një copë qitro dhe filloi ta përtyp. Pastaj hapi gojën vllait të vogël dhe i futi në gojë atë copë që kishte përtypur, duke i lëvizur nofullën lart e poshtë për ta ndihmuar që të përtypej. Nga njerëzit e fshatit, gazetarët mësuan se ai kishte bërë këtë gjë për 2 javë të tëra. Disa ditë më pas ata shkuan sërish në fshat dhe mësuan se vllai i madh kishte vdekur nga të pangrendat, por vllai i vogël kishte mbijetuar. Mendoj se ai djelosh e kupton mjaft mirë atë që donte të thoshte Jezui tek Gjoni 15:13. Askush nuk ka dashurim të madhe nga kjo, të jap në jetën e vet për tjetrin. Dashuria e Perëndisë transformon e ndryshon gjithçka. Ajo na ndryshon zemrën dhe na shtyn të bëjmë gjëra që nuk do t'i kishim bërë kur më parë për të tjerët. A e ke përvojuar ti dashurinë e Perëndisë? A digjet ajo flak në zemrën tënde? A të ka transformuar dhe apo të ndryshon jetën? A ka transformuar mendimet, qëndrimet dhe veprimet e tua? A i ka transformuar marrëdhëniet e tua? A është bërë ajo motivi i jetës tënde dhe shërbesës tënde të krishterë? E shikojmë që në këto 5 vargje, në këtë pasazh të shkurtër, ne shikojmë të tëra këto bekime që ne mund të kemi në Krishtin. Edhe unë do të doja që t'i numëroja këto bekime, e shumë të tjera. Në Krishti ne kemi gjithë këto bekime. Dashuri që s'ka mbarim. Gëzim që s'ka shtërim. Jetë që s'mund të vritet, lavdi që s'mund të venitet, paqe që nuk mund të përshkruhet, dritë që s'mund të shuhet, drejtësi që s'mund të cënohet, shpresë që s'mund të dekurajohet, pastërti që nuk mund të njolloset, bukuri që s'mund të rudhoset, prekje që s'mund të shqetësohet dhe urtësi që nuk mund të utohet. Dhe ndërsa e shohim veten të rrethuar nga gjithë këto bekime, le të mos harrojmë se jemi bekuar për të qenë bekim për të tjerët. Vetëm kështu mund të tregojmë se e duam me të vërtetë Perëndin, nga dashuria që kemi për të afërmit, nga dashuria që kemi për fëmijët, nga dashuria që kemi për të tjerët, nga dashuria që kemi për armiqtë tanë. Le të lutemi. Zotë Perëndin, ne të falenderojmë që në Krishtin ne kemi dashurinë që s'mund të mbarojë, gëzimin që s'mund të shterojë, jetën që s'mund të vritet, lavdinë që s'mund të venitet, paqen që nuk mund të përshkruhet, dritën që nuk mund të shuhet, drejtësinë që s'mund të cënohet dhe shpresën që s'mund të dekurajohet, pastërtinë që s'mund të njolloset, bukurinë që s'mund të rudhoset, prehjen që s'mund të shqetësohet dhe urtësinë që s'mund të jetohet. Bëna Zotë Perëndi që të punojmë gjithnjë më tepër bashkë me frymën tënde për të bërë më të përsosur, më të shenjtë, më të ngjashëm për të reflektuar imazhin e lavdisë tënde. Me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt do të kërkoj të lavdëroj ty o Zot me gjithë shka që kam.
Aumente serva, aumente Espírito. Lago Cristo, te charge. Vem dizer, Mãe. Aumente serva, aumente Espírito. Lago Cristo, te charge.